Departamenti i Partisë Demokratike prezantoi libri i zi i rilindjes. Kryetari i saj, zoti Berisha, sot ka paralajmëruar pastrim të Partisë Demokratike nga të gjithë ata të cilët do të korruptohen dhe grabisin qytetarët. Ai u shpreh se një gjë e tillë është parashikuar në programin e Partisë Demokratike, ndërsa shtoi se do të lokalizohet çdo qindark e vjedhur dhe do t'u kthehet shqiptarëve. Ta djemë dhe vajza dhe ne së bashku kemi zgjedhur të luftojmë, kemi zgjedhur të qëndrojmë në këto të vërteta, sepse këto janë të vërtetat më të hidhura që kanë përjetuar shqiptarë, po janë të vërtetat të hidhura edhe për Europën. Kështu që i parë në këtë kontekst, ky libër merr vlera të jashtëzakonshme. Ky libër i hartuar nga shqiptar, nga intelektual të shquar, që jetojnë në vende të lira, ka një avantazh shumë të madh në analizën e tij, në fjalorin e tij, në paraqitjen e tij. Vërtet, mund thot dikush se është propagandë. Është gjithçka e bazuar në të vërteta. Është në të vërtetë është autopsia e këtij regjimi 12 vjeçar që shkatroi materjen tonë kombëtare më shumë se çdo luftë, më shumë se çdo pushtues, më shumë se çdo diktaturë më parshme. Më parë theksova se këto dy libra janë të një rëndësie thelbësore për të kuptuar programin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Madhështore, për të frymëzuar në këtë program, se me të vërtet është programi më i jashtëzakonshëm që është paraqitur ndonjëherë. Cili do që i hedh një sy librit të punëve të mira, ky projekti i Shqipërisë Madhështore, aq sa duket i largët, aq qenë ka i mundshëm, aq qenë ka real, sepse kjo parti, në shkurën e saj, ka disa nga momentet më madhështore në histori. Ka momente madhështore si themeluese e pluralizmit politik në vendin memorist të planetit. Ka moment madhështor ndërtimin e institucioneve demokratike dhe ekonomisë tregut në vendin më hiperkolektivist të planetit.